Fshatrat Pjetërshan, Bishtazhin, Novosel, Doblibare dhe Vogov edhe këtë vit meritojnë epitetin fshatrat e dritave. Hapësirat brenda dhe jashtë objekteve fetare dhe rrugët tjera shoqëruese ndriqojnë nga të gjitha anët, me dritat mbreslënse festive duke qenë në pritje të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Një shumëllojshmëri e pemëve të ndriquara të Vitit të Ri që zbukurojnë ambientin e fshatit me detaje dekorative, mundësojnë një ambient unik dhe shumë festiv. Kështu duket fshati Pjetërshan që nga 1 dhjetori, kur edhe zyrtarisht ndezi dritat festive, duke uruar dashuri, mirësi, bamirësi dhe solidaritet. Është një atmosferë goxha e mirë, shumë e madhe, për shkak se ne si katolik kena një ndjesi edhe një parafrim shumë të thellë me festën e Krishtlindjes. Duke pa që kjo festë ka ndikim shumë të madh, është njëra prej festave bazë të festës katolike, atëherë katolikët e festojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Atmosfera festive ndër vite ka shku të urrit për shkak se ka qenë edhe hapësira që e bojmë ndriçimin në urrit, e bashkë me të urrit edhe ndriçimi. Pamjet magjepse të fshatit edhe kësaj radhe synojnë të sjellin shumë vizitorë të besimeve të ndryshme, duke kultivuar traditë. Kemi shumë vizitorë që vinë nga vende të ndryshme, domethënë në vendin tonë është bërë si traditë apo si t'i themi tani ndriçimi dhe dekori i kësaj kishe. Një gotë vere ngrohtë mes miqëve të shijohet mrekullisht edhe në fshatin Bishtazhin. Dritat e ndezura këtu, ambienti i rregulluar deri në finesë, të bëjnë të ndihesh festiv. Kjo është gjëja më e bukur sepse veprat tona, ajo dashnia që na kena për njëri tjetrin, për familjen, për të afërmit, shndrohet, bëhet konkrete kur bëhet e prekshme, kur bëhet diçka që ju takon njerëzve dhe i prek ata bashkë në dashamirësinë e tyre. Kështu që unë sot jam rastësisht kështu në Kosovë për një takim, për një konferencë, por atëherë ky fat na solli që vim edhe tuti meshtari, edhe të gjithë të tri që janë mbledhur këtu për me festu ditëlinjen e Krishtit me hapjen e ardhes, kohës së ardhes, edhe me të vërtetë ky emocion është jashtëzakonisht i madh. Dekorët që simbolizojnë Betlehemin janë një tjetër simbol i këtyre festimeve. Kemi dashur që nëpërmjet Zojës së Bekuare dhe Jozefit të tregojmë sakrificën edhe guximin e tyre që kanë pas me mbajt këtë familje kaq të vogël, por e kanë mbajt me dashuri shumë të madhe. Mesazhi im nëpërmjet Betlehemit është se edhe ne të mbajmë familjen tonë sa më afër dhe të dhurojmë sa më shumë dashuri, ngrohtësi dhe paqe në familjet tona. Ma bukur mu më duket këtu se në Amerikë, se në jene në Michigan, ama mbledhja që shbohet. Shumë gjinja dhe atë kuptu si familjare vinë, aty në Amerikë të kitë hujt. Këtu më duket shumë ma bukur, shumë ma mirë, shumë ma familjare. Që shme thonë anglisht, it's way better here because it's more family. With the family members, you enjoy it, you love it here, and everybody enjoys themselves and you feel at home. Si më konë shpetana është. Në këtë ambient festiv, argëtim mund të gjejnë të gjitha grup moshat. Solistja e vogël Angela Bardheci kënaqi bashkëmoshatarët. Jingle bells, jingle all the way. All make fun, the rooster and hop and stop and sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. All make fun, the rooster and... Edhe famullia e fshatit Doblibare është përpjekur që këtë fundvit për banorët e saj dhe vizitorët të krijojë një ambient të bukur festiv, pikërisht në natën e Shënkollit. Banorët thonë se përmes ndriçimit të jashtëm, synojnë tek vizitorët që të ngrohin edhe shpirtin. Është ba traditë disa vjeçare që kishën tonë edhe ba ndarja dhuratave për fëmijët, sepse është pajtor i fëmijëve, shejti Shënkoll, sikur se qunë perëndimi Sant Nikolaus ose Santa Claus, plaku i vitit ri, Baba Dimri, kështu që pikërisht shejti Shënkoll është gëzimi i fëmijëve.
dhe ndarja dhuratave ka pas këtë porosi. Gjithë kjo pamje prallore është bërë falë vullnetarëve dhe vullnetmirëve. Ndezja e dritave vlerësohet si akt solemn i shoqëruar me kuptim religjioz që në brendi sjell edhe ndjesi humanizmi dhe solidariteti. Për mua personalisht shpresoj edhe për shumicën prej nesh është një ndjesi shumë e mirë, për shkak se shumë të rinj janë shumë vullnetarë dhe pa pritesë vinë edhe e bajnë gjithë këtë mrekullim, më thonë. Është ndjesi shumë e mirë me përfaqësu fshatin tonë në mënyra të ndryshme, si për ndriçimin e dritave, si edhe për festën sot që ishte festa e Shënkollit, që Shënkolli njihet si zakonisht në fe tjera ose në religione tjera në vende tjera si Baba Dimni, që edhe si e dhuratat për fëmijë. E bukur është bërë edhe Novosela këtë fundvit. Ajo është ndriquar e tëra dhe pret vizitor nga të gjitha anët, të cilët duan të shijojnë ambiente të bukura festive të kësaj pjese. E disa të tjerë mund të ndalojnë edhe në fshatin Vogov, i cili është ndriquar kaq bukur për herë të parë. Muslimanët të krishterë janë bërë bashkë që të sjellin një pamje vezulluese gjatë gjithë muajit dhjetor. Vogova si jetë e ka merituar sepse është një ndër edhe varrezat edhe kapela më e vjetër e famullisë Gjakovës është. Dhe për atë arsye është një gëzim i jashtëzakonshëm sidomos për mua që disa vite shërbej në këtë vend, por mund të them i falenderoj shumë Mërinin sepse iniciativa ishte e tyre. Jam vendase e fshatit Vogov, jam e besimit islam, por jam shumë krenar me thonë drejten për krejt këtë sanë që a kena ba bashkë krejt. Verë e pije të ngrota shërbehen në pjesë të ndryshme për vizitor në të gjitha këto fshatra të cilat pos ambientit të bukur, që ofroj mundësojnë edhe rjetëzim social, rrisin dëshirën për të shijuar festa duke uruar për ditë më të mira dhe promovojnë vendin e bukur si vlerë festive.